Unë tani do t'u jap medjave dokumentin e ardhë nga doja jap të parin Top Channelit e kuptoni vetë, nuk bëj koment. Të dytin kujt kush është kjo? Nga opozita. Jo, ku është e të shkarë sot? Ja, dhe thoni pastaj që nuk respektojmë kundërshtarë. Ne i respektojmë. Po bëj shaka. Tani, një çështje dytë që duhet të denoj këtu para jush, ta denancoj, është fakti që këtu, 2 ditë më parë, hyri me veston e avokatës mbrojtësje Pamela Qirko Balluku, motra e Rahmetlie Ballukut. Se tani e tutje, si që shënova dje në një status, Lubie Balluku do të quhet Rahmetlie Balluku. Po, tani këtu ka një gjë të tmerrshme. Cila është gjëja? Jo se ato janë motra, jo. Por se vetorët marrin licencat e avokatërve dhe në stilin e Rakipi ata do të shkatrojnë përfundimisht të gjithë shërbimin e avokatisë, masi janë të vetmit që i kanë pengë gjykatësit, prokurorët, dhe është absolutisht drejtësia e konfliktit interesit. Nuk them se ajo motër, pse është motër, s'mund t'jetë avokate, se ligji e lejon, duhet jemi, por sepse është platforma e mafiozit më të shpifur, më të rrezikshëm në sistemin e drejtësisë, patroni i Altin Troplinit që e ka emrin Arben Rakipi. Çfarë bën Arben Rakipi? Arben Rakipi është drejtor i shkollës magjistraturës. Ndërkohë ka studion e avokatisë. Dhe shkon tani tek nxënësit e tij që mbarojnë dhe u pret gjobat, të kam vu kaq, të kam kaluar kaq, të kam bërë këto, të kam bërë ato, dhe ky s'ka akt më të shëmtuar, s'ka dëshmi më flagrante të një drejtësie të konfliktit interesit. Rakipi ishte vetëm një. Tani keni lukunin e vetorve, që janë, imagjinoni ju një famoze Genta Bunga, e cila përflitet për shuma të tmerrshme, bashkë me këtë Pamelen, të cilat përflitet për takime me Mek Gonigalin, të cilat përflitet për shuma, dhe këto tani të vinë të mbrojnë, ku mund të qëndrojnë kjo? Të vinë me dosjet e vetingut për të mbrojtur kriminal në akuzat e tyre. Ky është dëshmi tjetër e një sistemi drejtësie në konflikt të plot interesi. Ja se çfarë krijoi Soros reforma. Nuk mbetet gjë tjetër, vetëm Delina Fico temrohet antare në gjykatën kushtetuese. Edhe ajo do ndodhi. Pyetje, unë i hapur për çdo pyetje. Zoti Berisha, po. 2 ditë më parë, zoti Basha është paraqitur për të pyetur për 21 janarin. Ju keni marrë një fletëthirrje për 21 janarin për të pyetur? A do të paraqiteni? Tani. Do të sqaroj shqiptarët se nga viti 2013 djerë në vitin 2025
njeriu që ka penguar çdo hetim, të asaj dosje ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama. Shqiptarët e dinë mirë që s'kan patur përkundazi një armiqësi të hapur me Ina Ramen, e cila në qoftë se ky është si vlla me troplinin, Ina është si motër e troplinve. Mësoja nga unë këtë. Përveç tjera është, domethënë. Por Ina Rama, e cila refuzoi prokurorin ndërkombëtar që unë kërkova, se erdhi prokurori ndërkombëtar, s'është e vërtetë se kam dëgjuar, jo, ka ardhur prokuror amerikan këtu, ka ardhur, është reale. Nuk hetonte dot sepse i dilte Edi Rama. Dhe kërkesa zyrtare e qeverisë amerikane, shif pak arkivin e televizionit tënd e të gazetave, është kjo. Tretohet nga polici thjesht tek organizatori kryesor. Kjo deklarat, kjo kërkesë ka ardhur këtu nga Thomas Countryman, që erdhi i posaçëm për këtë krizë. Ishte asistent ndihmës zëvendës sekretar shteti. Një. E dyta, ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Ka pasur urdhër zoti Berisha Po, tani, i vetmi urdhër që ka patur është ky. Që Carlo Bolino që mori 4.000 metër katror tokë të familjes Lagami, familjes Begeja dhe familjeve të tjera, të lënë për gjimnaz, Naureda Lagami mori 3 milion euro çka i përkiste familjes vet, Carlo e mori me 1 euro dhe ju paguat 3 milion euro për Carlon që është përblevi Edi Rama. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kur se ka patur një urdhër, sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Lexojeni ligjin të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Kaq është, kjo është përgjigja. Tjetër pyetje? Do paraqiteni ju për sfarku tek thirrje si deklarues për çështjen e 21 janarit? Urdhë? A do paraqiteni zoti Berisha për sfarku? Në çdo fletthirrje që mund të më bëhet, për çdo gjë edhe unë e kam faktur këtë, vjekeqe, e kam faktur këtë, unë jam paraqit prokurori shumë herë sa më kanë kërkuar, unë e kam ligj paraqitem. Nuk mund të kem sepse kam konceptet e mia unë për shtetin dhe shoqërinë parashtetërore, shoqërinë passhtetërore. Kështu që kjo s'mund vihet kur në ditë, s'mund bëhet kjo pyetje. Unë jam shumë i hapur për çdo lloj, siç isha. Unë ja u faktova ju. Këta ndërtuan një piramidë mashtrimi për dosjen Partizani. Ju e keni pa. Një piramidë në cilën thuaj se toka ishte publike. Në kohë kur fletore zyrtare faktonin se toka ishte private. Ta thonin se toka ishte e shpronësuar. Fletore zyrtare të kohës faktonin se toka nuk ishte e shpronësuar. Ishte konfiskuar nga regjimi komunist. Pra, mund të marrë. Apo se vendimi im për përdorimin e letrave me vlerë ishte bërë për të ndihmuar dhënrin tim. Në një kohë kur Sali Berisha, një tretis, kishte firmosur kur një vendim me emër, nga i vendim kishin përfituar 10 mira shqiptar, dhënri im kishte përfituar gjithsej 64 euro. 64 euro. Por, a më dëmtoj kjo mu? Jo, nuk më dëmtoj kjo mu, sepse unë arrita, si që shifni ju, që jam ky që jam, biles më ndihmuan me vetimu, më ndihmuan shumë me vetimu, se çfarë nxorën në vetim? Nxorën se
akt korupcioni pasiv për Sali Berishën, se vajza e tij i ka paguar një javë pushime bashkë me mua dhe nënës vet, ose ka paguar një shërbim shtetësor, ose ka paguar 3 familje në nevojë, fëmijë autik, për të trajtuar në qendrën ku bashortja ime punon pa asnjë qindar 20 vite. Kjo, pra në këtë aspekt, këta mercenar mua më ndihmuan, unë se do të jemi realist, unë s'kam të drejtë të ankohem, nuk më kështu që jam i hapur për çdo dhe ju garantoj se në çdo çështje do dalë kështu siç ju them unë. Në çdo çështje. Unë u rrethova aty, qëndrova para flamurit, mora gjithë rrisjet e jetësime, nuk shova zyrën, nuk jam bata. Nderova detyrën dhe flamurin. Dosja më e fundit. Dosja më e fundit ku një person dhe një funksionar i lartë është në akuzë lidhet me zëvendës kryeministre në vendit. A do të thotë ky rezultat se edhe ju mund të ndryshoni qendrinë sa i takon Spakut? Spaku është një institucion i përbër nga njerëz të ndershëm, nga njerëz guximtar, nga njerëz burra dhe gra që duan të zbatojnë ligjin, qoftë Spaku, qoftë BKE-ja. Por Spaku ka në krye një njeri i cili s'mund ta sulmoja unë atë kur. Pse sulmoj një tjetër unë ato? Njeri i cili ka 4 banesa, 3 në emër të vet, dhe tjetrën thot banoj me qira tek vjerri, i paguaj vjerrit qira, e kuptoni ju tani? Pra, vjerrit qira, sikur e bia nuk ka pjesë në pronat e tjatit. Po kush është ai që i pranon këto broçkulla, këto mashtrime dhe falsifikime? Ajo që është këtu, zonja është ky, nuk ka zyrtar në Shqipëri, cila do që t'jetë rroga që mund të ble 3 apartamente banimi me rrogë shteti. Kjo hiqen nga mendja. Kështu që këtu janë parat të lara nga Altin Troplini dhe të fshehura nga ata që i kanë bërë vetimin. Një kjo. E dyta, besoj se kjo duhet jetë një shqetësim i madh, kjo që them unë, edhe për ju, edhe për çdo qytetar. Në qoftë se unë vi këtu para jush dhe lexoj pasazhe nga dosjet që këta kanë, në të cilat faktohet se Taulan Balla ka bërë pazare për Toyota Yaris për të nxjerrë mjetet e transportit të parave në rastin Toyota Yaris të bandes Elbasanit, dhe këta nuk veprojnë, dhe këta si veprojnë, si vepron Troplini, Troplini jetimit para prak. Troplini bën këte, dosja 26. Dosja 26 e merr dhe e çon në gjykat. 26 fraksionisht është Taulan Balla, atë marrën raft. Në një kohë kur Taulanti është aq përgjegjës sa Fetahu, sa Gjykatësia, e tjerë me radhë. Pse mos është ky vetëm ky rast? Jo, është rasti Uluziu. E pati si u bë Uluziu, deshu xhvesh në parlament nga sikleti. Uluziu e ka aty që Olsi, merja pak atë masën ati Olsi, si është afroju pak merja pak seshu, se i ka asar sjell burri mirë, Altin Hajri, 2 kostume Uluziu. Dhe ky bën sikur leqi po të mos reagonte Olsi Dado, po ngele ai, se mu më thanë është Olsi Dado. Nuk ishte Olsi Dado. Tjetër, i thot Halluni dhe Taulan Balla, i thot Suel Çela, Taulanti të marrë dritan Hallunin dhe të shkoj të lirojnë ata që i vunë tritonin Lulzim Kullës. I ka ndosje ky.
i ka ndosje ky. Ata i vun Tritonin, shikoj, ishte shumë e keqe ajo, se Tritoni i eksplozoi rrugë duke kaluar njerëz që mund vriste disa. Ky e mban dhe Dritan Halluni është dikun KLP apo në KLG në një nga këto qeveritë, jo është edhe në këto. Po. Ky e mban aty dhe Tao natyrisht asgjë. Pra më thuj ti mua, ata që fshejnë krimin nuk janë kriminal? Apo ata që fshejnë krimin si qytetar të thjesht janë kriminal, kurse prokurori që ka detyrë të dënoj krimin dhe e fshej nuk është kriminal? Është dy herë kriminal prokurori që e bën këtë. Unë ndaj them ato, s'them asgjë pa fakte. Kur. S'mund sulmoj, njerëz të ligjit, njerëz që punojnë. A e morët vesh ju çfarë kërcënimesh i kanë bërë Dritan Prençit? A e morët vesh? Nga Edi Rama tek Troplini. Nga Edi Rama tek Troplini për të tjerë pastaj familjarët e Rametlijes e me radhë. Dhe lexoni ju sot çfarë shkruan Edi Rama me dorë të batonit. Me dorë të batonit. Megjithatë u sot në duhet të them se aty të paktën pat një sinqeritet batoni që tha fajnë e ka Edi Rama. Fajnë e ka Edi Rama. Lexojeni pak, ai këtu se gazetarët janë po ndonjë shërbim edhe pse ai se a ka njëri më të verbër pas Edi Ramës se batoni? Jo, nuk ka. Po ja që njëri shpëton një jetë, njeriu bëhet edhe kthehet fap edhe shkojë. Nuk e ka Lubi, thotë, e ka batoni. E ka Edi. Tani, a do vi Edi këtu? Më thoni pak. A do vi Edi këtu? Edi, Rametlia i tha, nuk jam qurraveci bashkisun. Unë të marrë me vete, i tha. Dhe në fakt, shkrimi i batonit të regon se ajo ka normal me marrë me vete. Miru pafshim.